Kishte deklaruar se është i pastër si loti dhe është larguar nga vendi për vizitë pune. Pas një viti e 2 muajsh u dorëzua. Ish zëvendës kryeministri Artan Grubi, dyshuar për përvetsimin e mbi 8 milion eurove në lotarinë shtetërore, herët në mëngjes u privua nga liria në pikën kufitare Blac dhe u dërgua në paraburgim në Shutk. Ndaj tij ishte caktuar 30 ditë paraburgim në mungesë derisa ishte në Arrati. Sot 23 shkurt 2026, në orën 6:10, në pikën e kalimit kufitar Blac, në hyrje të shtetit, u privua nga liria Artan Grubi, 48 vjeçar, i cili kërkoi me urdhër arreste ndërkombëtar lidhur me hetimin e veprës së kryer penale sipas nenit 354, paragrafi 5 në lidhje me nenin 3, në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal. Artan Grubi para arratisjes ka mbartur postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të sistemit politik mes bashkësive nga radhët e BDI-s. Në dhjetor të vitit 2024, Grubi ishte vendosur në listën e zezë amerikane për shkak të dyshimeve për përfshirje në korrupsion të lartë. Konkretisht për shkak të marrjes së rishfet në lidhje me proceset gjyqësore të ish shefit të DSK-s Sasho Mjallkov. Më njëherë pas kësaj ai u tërhoqi nga funksionet politike. Njëkohësisht prokuroria kishte hapur lëndë për përvecim të parave në lotarinë shtetërore, në të cilin i dyshuar kryesor ishte Grubi. Pak ditë më vonë ai u arratist nga vendi, ndërsa kërkoi me fletarrest ndërkombëtar së bashku me ish drejtorin e lotarisë shtetërore Përpajrim Bajramin për rastin lotaria. Atyre u saktuar masa e paraburgimit për 30 ditë. Që të dy dyshohen se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në vlerë prej mbi 8.2 milion euro. Ata ngarkohen për veprën penale mashtrim në shërbim sipas nenit 354 të Kodit Penal, që parashikon dënim me të paktën 4 vjet burg.